Disa kohë më parë, kryefjala e mediave shqiptare dhe atyre të huaja ishte arrestimi i Loredanës. Reperja shqiptare u bë pjesë e një skandali ku akuzoi se i kishte vjedhur një çifti zviceran gati 900.000 franga së bashku me të vëllain. Ndonse reperja i ka mohuar vazhdimisht akuzat, viktima e mashtrimit, Petra, ka thyer heshtjen për media zvicerane. Ajo ka treguar pravaskenat e butshme të këtij procesi. Ajo tha se ditën e arrestimit, ish avokati i Loredanës i ofroi çiftit fillimisht 200.000 e më pas 350.000 franga për ta mbyllur çështjen në fshehtësi. Çifti nuk pranoi, ata kërkuan të gjitha paratë e veta përmes një vendimi të prerë gjykate. Petra më pas i është drejtuar publikisht Loredanës duke thënë: "Gjithmonë betoheshe në Zot e për vajzën që thua të vërtetën. Loredana, sot tregoje të vërtetën, tregoj që ti mi ke marrë atë lek." Por ditët e fundit, kjo çështje ka marrë një rrjedh plotësisht të papritur. Loredana dhe shtesja zvicerane Petra u takuan dhe arritën një marrëveshje pajtimi për t'i dhënë fund konfliktit të tyre të bujshëm. Takimi u shënua me publikimin e një fotografie të përbashkët, ku të dyja shfaqeshin të buzëqeshura duke i hapur rrugën e zgjidhjes krizës ligjore. Pas një periudhe tensionesh të larta dhe akuzash reciproke, palët arritën një marrëveshje përfundimtare. Shlyerja e borxhit tashmë ktheu marrëdhënien e mirë midis reperes dhe shtetases zvicerane.